Mi mbrëma të gjithë shikuesët të TV7 Albania, jemi në emisionin ton e dashur edhe e zgjedhur. Ti je dashur nga Perëndia dhe ti je zgjedhur për një plan hyjnor që Perëndia ka për jetën tënde. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme e cila prek familjen dhe sidomos të vegjëlit tanë. Sa e rëndësishme është që në kohën e pushimeve verore fëmijët tanë të lexojnë. Sa e rëndësishme është që të ndajmë atë ekuilibrin mes të lexuarit edhe argëtimit. Sot kam të ftuar një mysafire shumë të veçantë. Ajo është një mësimdhënëse me një përvojë prej më shumë se 38 vitesh në arsim. Unë kam të ftuar Teuta Sobën. Teuta, faleminderit që je në emision. Faleminderit edhe për ty, Ina. Gjithashtu ishte një privilegj për mu më ardhë në emisionin e të TV7-s edhe me jap një intervistë rreth fëmijëve, sepse si që të ceke edhe ti, me përvojen pra me fëmijët ata të bëjnë edhe të lumtur, të hareshme, e kanë edhe ato pra të vetat anën pozitive. Në fakt e përmenda që keni më shumë se 38 vite në arsim dhe me sa di që fillimisht tani keni klasën e parë. Po. Atëherë dua fillimisht të të bëj një pyetje. Çfarë ndodh me një fëmijë kur për disa muaj rresht ai nuk lexon? Po, nëse fëmia gjatë verës, pra pasi lën dhe delen pushime verore, ai është mirë që të lexojë, sepse nëse ai ndërpret leximin, ai do të kthehet mrapa, do të thonë do t'i harroj, sidomos fëmia i klasës parë, njohja me shkronjat dhe lidhja atyre mes rrokjeve edhe t'u kriju fjalë dhe fjali, ato harrohen me pasivitetin e tyre. Sa mund të jetë koha që do të rekomandojë një fëmijë për të lexuar? Flasim domethënë gjatë pushimeve verore. Sa herë për shembull në javë mund të ulet për të lexuar? Koha nuk është çaq limitune, e caktune, është mirë edhe te 20 minuta, mirë po së paku ata ta fitojnë shprehinë e punës dhe mos të largohen, sepse ato i mjaftojnë, domethënë na mos të mbin ngarkoj me lexime, me to nuk ka më rëndësi çaq sa kohë zgjatja e leximit, po më rëndësi është që ata çdo ditë ta marrin në dorë, ta fitojnë atë shprehinë. Po e rëndësishme është që ta marrin atë iniciativën, domethënë. Fillimisht aktualisht je në klasën e parë. Edhe më trego pak sa e rëndësishme domethënë është që ose çfarë librash duhen, çfarë do të rekomandoje për klasën e parë, libra për të lexuar? Po, për klasën e parë është mirë që librat të jenë me ilustrime, me figura, të lexojnë pralla, poezi, fabula të ndryshme, me libra tërheqëse për fëmijët për moshën e tyre. Po në kohën e verës, domethënë në kohën e pushimeve verore, një prind si mundet ja bëj fëmijës vet marrëgëtuese leximin? Po, është mirë që edhe fëmijë edhe prind të ulen bashkë së bashku me fëmijën, të lexojnë, sidomos këta pra që jemi gjithmonë te klasa e parë, ti afrojnë, ti marrin afër vetit edhe t'ju fitojnë shprehinë me një fjalë, duke lexuar edhe prindërit edhe fëmia i merr ato mësimet nga prindërit e tyre. Në fakt dua të pyes që po shumë e rëndësishme që një fëmijë ta marrë atë shprehinë për të lexuar, kjo është e rëndësishme ta marrë atë iniciativën, por nga ana tjetër dua të bëj një pyetje, pse është e rëndësishme që sa është e rëndësishme që fëmijët duhet të pushojnë? Po, pushimi është i mirë, sepse edhe gjatë vitit një vit shkollor, ata kanë qenë pra të ngarkuar me detyra, me gjëra të ndryshme. Pushimi është i mirë se ardhur për ta. Mirë po nuk bën që edhe fëmijët të ngarkojmë, pushimi ato i rikuperon edhe emocionalisht, fizikisht për një vit shkollor. Ai përgatit për sfida të reja. Po, por loja në natyrë, çfarë benefite, çfarë të mire do t'i sjellë një fëmijë? Po, loja e zhvillon kreativitetin, aftësitë emocionale, zgjidhjen e problemeve, gjitha këto. Pra, është e rëndësishme që një fëmijë të luajë në natyrë. Ashtu, të largohet pak prej ekraneve, gjërave tjera. A mundet që prindrit ta gjejnë një
do të thënë një ekuilibër mes aktiviteteve edukative edhe mes lojës. Po, duke i marrë fëmijët në përshëtitje, vikende të ndryshme, duke u larguar sa më shumë rrjeteve sociale, aktivitetet ju bëjnë mirë edhe janë sa më të rehatshëm edhe fëmijët, pa stres. Në fakt, a duhet të duket vera si një vazhdim i shkollës apo si një periudhë pushimi? Vera duhet të jetë një kohë çlodhje për ta, një kohë harktimi, mos t'i ngarkojmë me lexime, detyra sikurse janë gjatë vitit shkollor. Ajo duhet me qenë pushim, një relaks për ta. Pra nuk duhet të jetë, do me thënë, mundet të merret ajo shprehia, siç e thatë më lart, që të lexohet, po jo të jetë me një ngarkesë. Mjaftueshëm, jo edhe çaq kohë sikurse kanë pas gjatë vitit shkollor. Në një ditë normale, do me thënë, të shkollës, po. Do me thonë, leximin ta bëjnë aty pak sa mos t'i harrojnë gjërat që i kanë mësuar gjatë vitit shkollor. A mendojnë që ka ndonjëherë disa gabime që prindrit i bëjnë gjatë pushimeve verore me fëmijët? Prindrit i mbi ngarkojnë fëmijët që kanë dëshirë që fëmija i tyre të jetë sa më i zgjuar apo diçka tjetër, kështu që gjatë verës më së miri është ndonjë aktivitet me prindrit, ndonjë shëtitje në natyrë apo diçka tjetër, sepse se sa ti mbi ngarkojmë me detyra, me lexime të panevojshme. Po, kur themi mbi ngarkesë, do me thënë, e kemi fjalën vetëm nëse është gabim kur një prindër e mbi ngarkon me mësimet e shkollës për të lexuar, siç ju e thatë, apo është gabim për shembull kur dhe një prindër jep një kurs edhe basketbolli, edhe noti, edhe futbolli, edhe Po, nuk mund t'i quajmë ato sepse për shembull këto janë aktivitete edhe nuk e mbi ngarkojnë çaq shumë, saqë domethënë na pi tërheqen pak pi mësimit, domethënë gjatë verës. Këto aktivitetet si basketbolli, futbolli, këto janë lojra që fëmija në gjenë relaks, në gjenë kënaqësi, edhe mund të jetë më i disponuar, më i... Ne kuptoj, po. Duhet të ndalim tani te një pyetje tjetër, meqense unë e thash edhe përmenda dhe që në fillim ju keni një eksperiencë prej 38 vitesh në arsim dhe aktualisht jepni klasën e parë, çfarë këshille do t'ju jepje prindërve të nxënësve të klasës parë në këtë kohë pushime? Po, ta shohin verën si një kohë e lirë, një kohë relaksi për fëmijët e tyre, që ata të fitojnë një vetbesim, që përgatiten sa më mirë për klasën e dytë. Domethënë, për fillim një fillim të ri, një fillim të mbar, kur fëmija është i relaksuar, është i qetësuar, ai edhe fillimin e vitit shkollor në shtator do ta merr më me gëzim, më me entuziazëm, sepse mbi ngarkesa mund t'i demotivoj për punën e më të tjeshme. Kështu që aktivitetet koha lirë ju bën mirë. Ata marrin veten edhe janë më të disponueshëm për një fillim të vitit shkollor. Pra, sa më të pushuar të jenë fëmijët, me aq gëzim do ta marrin edhe vitin tjetër shkollor. Në fakt, nuk mund ta përjashtoj nga pyetjet e mia dhe pjesën që fëmijët janë shumë pas tabletit, pas telefonit, si mundet që një prind t'ia largoj, sepse duhet të mendojmë të pjesën që është kohë e verës. Ndonjëherë mundohemi që edhe të tolerojmë sa do pak me tabletin, me telefonit për fëmijët, por si mundet që fëmijëve gjatë kohës së verës t'ia largojmë tabletin, telefonit, t'ia kufizojmë, por pa patur konflikte me fëmijën? Po, kjo është krejt varet prej prindve, domethënë na nuk mund t'ia heqim fëmijës me një herë tabletin apo telefonin, mirë po duhet t'ju bëjmë pak një rregull. Prindi duhet ajtë të cilët duhet të vënë rregull mbi fëmijën e vet, domethënë t'i caktoj një orar, një kohë kur ai mund ta përdor, duke e marrë edhe me aktivitete tjera, duke shëtit në natyrë, me lojra të ndryshme,
me aktivitetet e ndryshme që sa më pak fëmija ta merr tabletin në dorë apo telefonin celularin në dorë. Cila nga aktivitetet familjare do të ndihmonte një fëmijë për të kaluar më mirë gjatë kohës së verës? Flasim aktivitetet familjare. Aktivitetet familjare, mund me qenë shëtitja në natyrë, leximi bashkë me ta, domethënë kur ulet prindi edhe lexon bashkë me ta ndonjë libër, ndonjë prallë, edhe domethënë ja bën sa më tërheqëse prallën apo tregimin që për një ngjarje, për një ndodhi, edhe fëmija është maj relaksun, maj qetësun. Dhe si aktivitet? Edhe fëmis i pëlqen që kur i shef prindin që ai po e lexon apo diçka, edhe ai që nes mas nes pra e merr edhe lexon edhe vetë. Nëse do t'i jepnit një mesazh tani në fund për prindërit në kohën e pushimeve të verës me fëmijët e tyre, kush do t'ishte mesazhi? Mesazhi im për jeni sa më afër fëmijëve tuaj, sepse fëmijët kanë nevojë për shumë dashuri dhe përkrahje, fëmijët e mbajnë mend këtë se çfarë ju i ofroni. Po, dhe në fund të pushimeve fëmijët mbajnë mend atë kohën kur ka kaluar me prindit. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit që ishte me ne në studio, edhe uroj vërtet që si një mësimdhënëse Zoti të përdori edhe për shumë fëmijë të tjerë. Pushime të mbara ju dëshiroj të gjithë fëmijëve të anëmban botës, edhe të kenë shëndetin radhë parë, edhe të jenë sa më të lumturin e gjithë botës. Faleminderit shumë. Atëherë kemi ardhur edhe në fund të emisionit ton e dashur edhe e zgjedhur. Unë ju uroj që Zoti ju bekoft edhe paçit një fundjavë të bekuar. Natën e mirë.